Sepse nuk ka fuqi Albin Kurti. S'ka fuqi, ka 50%. O s'ka fuqi individuale, njerëzore, a i ka qenë i coft kret. A i njeri ma i li ka qenë, o shjala, edhe në kodër të Unioni Studentëve, edhe në kodër të Akademia Mashi, edhe në kodër televizit, për shembull. Sot do njeri ju me i votuar në Kosovë? Po, është ma i votuari, sepse, e di pse është ma i votuari? Sepse ma i votuari është se qytetarët një kohë kanë flajt, kanë pushuar, mas klirimit dhe mas krimit shtetit të Kosovës, kanë fillu më marrë me gjona dhe problemet e veta personale. Mirë për dash, që ta qytetarë, që për shembull një shembull të përdap, që ta qytetarë ka arritë dhe arrinë çdo qeveri, por dhe qeveria Kurti me i mashtruhe. Këta nuk e din që këta nuk e din që një pjesë e qytetarëve të cilat apo simpatizantit, por këta janë shumica janë ata që s'kan dalë në zgjedhje, që i din këto çështje, ta mendojnë kështu. Nuk e din që qeveria mbështetet dhe ka nevojë për ndihmën e qytetarëve dhe popullit. Buxheti i shtetit Kosovës është buxhet, jo i shtetit, po është buxhet i qytetarëve. Pra, qeveria ka nevojë për qytetarët. Kurse qytetarët nuk kanë nevojë për 100 euro dhe 50 euro që janë ndonë këty, sepse ata harrojnë. Për shembull, neve, mua si penzioner, Albin Kurti na ka thonë që 2 herë, se ky the që i kam thonë që sa herë, po jo. 100 euro na ka qitë para zgjedhjeve që kanë qenë, domethënë vitit kaluam, edhe 100 euro që dash. Mi bëj diçka tjetër. Ai mu 150 euro, gati 170 euro, mi merë tatime dhe obligime shteti. Ajo s'është ndihmë. Edhe qytetarët po gabojnë edhe po harrojnë se ky po krekoset e për merë për shtetin me parat tonë. 80 cent rrit bilet autobusit. 80 cent bilet autobusit. Po rrit çdo gjë. Bëri mirë për Parim Rama? Për Parim Rama s'ka po mirë, po pak sigurisht e ka dhe pezorit, sepse e ka bllokuar, po mendoj qeveria ka bllokuar dhe çdo mundësi ka zvoglu buxheti edhe parat. E dyta është Komuna e Prishtinës nuk e ka më fuqinë që se ka pas në kuptimin e asaj ekonomikisë si komuna më zhvilluar, por arsye se këto pare tash i merr pjesën më të madhe të tatime që i grumbullohen Kosovës, i merr komuna e Graçanicës. Pra Graçanica është ajo prej Veternikut që fillon. E deri Liblan, ndërmarrjet më të fuqishme që janë me shumicë, edhe ndërmarrjet që janë më të mëdha, ekonomikisht të fuqishëm, pjesën më të madhe e merr dhe i takojnë sepse bëjnë pjesë në kuadër të komunës së Graçanicës. Po, territor katastral në komunë të Graçanicës. Komunë katastral, ashtu për shembull. A ke pasur këtë ditë për sa kohë jemi parë ndonjë debat, mos pajtim për të plasje me këto që e takuar me bashkëanik tuaj që mund të jenë pensionist? A ke ndarë mendime ndryshme politike? A ke pas situata dhe kritike? Po ne kom pas para një javë ditë në emisionin 5 yt bile smujta kisha në Tiranë. Ndërsh, sa këtë ndeti, edhe pata një intervjiti ku një ore gjysë, po smujta me shmënda, se s'po moj me shmënda me nëzirë, edhe kom pas normalisht që kam edhe vazhdimisht. Për shembull, e kam fjalën e rrugë, këtë me dikë që ke pasur, ke arritur me binë, nuk ke arritur me binë, ka eskaluar biseda, je bërë nervoz? Ja, për shembull, unë asnjëherë nuk bëha nervoz, sepse realisht, nëse ti më pyet dhe po duhet me tregu këtu një realitet vërtet, unë më shumë t'i duhe simpatizantit e Albin Kurtit. Pse? Edhe më shumë t'i duhe dhe simpatizantit, për shembull, e Islamit. Se këta janë gjenerat, që mund gjenerat e artë. Pse? Këta janë gjenerat e cila dënë me punu, dënë me përvepru, edhe dënë me përvepru për çështjen e Kosovës. Por e ke që qëndrën, se ata ende nuk e kanë kuptu dhe nuk e din që jenë të mashruan. Si po bisedon me ta? Për shembull, bisedoj shlirë se me ty qëto. Po. Bile dhe ma shlirë. O ti kje drejt, ti ja dëtar, ti ja këmëtar, po ti nuk e den, nuk je të po, ti je interesum, vetëm po me ndonë që me shku në basi njeri që i kalon fjallë të më, edhe krekosët. Se njeri prej matë fëqeshme. A ka prej tyre që janë lënduar, kur ju ka thënë kështu? Po që ishë janë lënduar, vetë rami janë numërit vëtuës janë të lënduar.
Po, e plëcon, Votuste zotit Kurti me ata që flet. Po, me ata ata atyre që lëndohen kur t'ju thu kështu. krejt në zonë sa që e njohune. Kur ua kritikon liderin e tyre, a ka për tyre që ke fol një herë dhe më nuk flet? Jo, ka pas që s'kam fol, po kam pas që kanë ardhe po kërkojnë fali. Qysh e ke ditë profesor, edhe qysh nuk kemi mujt me të kuptu dhe me të marrë vesh. Na kemi menduar që ti veç që po punon një nati dhe që ja kje, s'pja dënë të mirën që është të Kosovës e krejt. Mirë bë dash, jëmë bërë 6 vite, të gjithë ata 6 vite kanë pritë që do të shkojnë gjërat dhe do të zhvillohen, jenë me fakulteti, jenë magjistra. Edhe ata kanë menduar që ata të parë që kemi akuzuar na si hajna kriminell dhezë dhe krejt, ata i pas kanë fajt, kurse si të vjen ky çdo gjë kanë ndihmuar. Që një rast për të du me dëshmu dhe krejt. Unë e kom pas djalin e komandant Maleshevës në Prishtinë, kom dhonë pse. Djali ka kryer shkollën e mesme, edhe në shkollë mesme i kom dhonë pse. Edhe kur kanë filluar zgjedhjet e para, domethënë kur është fjala për Albin Kurtin, ai lëzon si rregullisht ka biseduar dhe unë jam interesu për to, për gjendjen e tyre se ka qenë fëmijë e dima. Edhe orë më ka thonë prof, apo më gëndi qa, falë prof, se po të ndëgjoj, që dokument ndëgjoj gjithka. A ndëgjëm, se si kur vjen vetë vendosja, do të fletë për grupën e Kumanovës, do të fletë edhe për babën, edhe jemi bindu që do të bëm presionet dhe të nxjerrin nga burgu. Unë i kom thonë, ndëgjëm, unë jam gjendje me bodhë që të më thush ti. Vetëm një për të hepi besin që do. Që këta lullë kanë qenë, Ramos Haradinit, qeveria Ramos Haradinit edhe qeveria për shumë e majhershme që ka qenë. Po këta mos kanë me përmen, as kanë me guxuar me fol një fjalë për të burgosin politik apo të grupit që quhet grupi Kumanovës. Kështu i ka thënë djalit e komandant? Djali Dina. Dhe djali Dina dash ka kërkon falje edhe si të më sheh. Diqysh kur mu më dhimet, shpërtresht që e ullë kokën edhe që kur bën gabim. Se i ka besu zotit Kurti që ai do të angazhohet? Jo, i ka besu, ai ka shpresu që me orën e Kurtit, Talbonin e Rajgjus, ata Talbonin e kanë grue nuset shpis, gjoku dhe më në familjet. Me njëherë ke punë ka më realizu. Nuk ka folur Po e vetë mja, edhe pse u konë, deputete, ministre, punë dhe drejtësisë, as një fjallë, kur se ka folë? Legje se ka volë, po se në shkuas mi po. Jo që si kanë po, po si kanë do as lek. E është e vërtet, ajo që Ramos Haradini ju kanë do familjeve një pjesë bugjetit për me shkue për shpenzime që i kanë bo për grupën e Kumanovës. Kone Haradina thuhet se është inisuar dhe një marrëveshje bilaterale, e dy palëshe me Maqedoninë për çështjen e burgosurve, këmbimin e tyre, se si mund të akomodohen familjarët për t'i vizituar. Siç ndodhi ta zëm një marrëveshje e Kosovës me Danimarkën që të burgosurit të vinë të vuajnë ndalim. Ka praktika ngjashme, por nuk ndodhi fare. Edhe pse Kurti ka afërsi me Mickovskën, me kryeministrin e tashëm të Maqedonisë. Me Mickovskën? Nuk është problemi në kuptimin asaj që ka veç në kuptimin shoqëri me Mickovskën në raport me çështje politike. Po me sjellje që vi bën, me veprimi që vi bën, me ato që ka ndodhur, që ka tha, që ka bërë në Maqedoni. Ky del që është shërbëtor i Mickovskit. Se me pas miqësi, është mirë, po jo me qenë shërbëtor. Mikut ki për obligim i thonë, që kjo s'bën. Po me deklarata që ka bo, me veprimi që ka bo, me marrëveshjen e Kumanovës që ka bo, çka fletë për ranë, për venjen. Aktualisht ndodhen në një klim fragile, gati, s'po them të plotë të defaktorizimit, por janë në rrugë që të defaktorizohen raport si kom shtet formues nga marrëveshja e orët e këtej. Janë në rrugë që të defaktorizohen. Janë në rrugë, po shumë gjëra kanë shku për te asaj që dash që kanë shku edhe që dash me shku. Dhe Kurti mund të ishte një zë në funksion të shqiptarëve të faktorizimit tyre atje. Jo, Kurti nuk ka ardhur edhe herë jam të thonë. Nuk unë e një Albin Kurtin, ma mirë se dy, edhe ma mirë se një pjesë madhe qytetarëve. Këto pjesën qytetarëve. Po flet me bindje. Jo me bindje. Po unë jam gjendje me dhënë llogari edhe në hetusi, edhe në prokurori dhe gjithkund. Se ka fakte, argumente, kreti kom shkrume, kreti kom të asjes, dhe gjë që ka ndodhur, që përsëritet.
në përmjet lajme, informata, gjithë aty në çështje. Po çka ka më thonë më shumë? Ai, s'ka çfarë thet më. Ai ka thonë se krimet e shqiptarëve kanë qenë shumë më monstruoze, shumë më të ashpra, shumë më gjenocidatore se sa që krimet e Miloševićit dhe krimet e Serbisë. Çka ki me fol më? Nuk e di çka jem të fol.